Në më pak se 5 faqe kërkesë për paraburgim, Prokuroria Speciale ka shpjeguar arsyet dhe bazën e rekruetuese për Fatmir Shehollin, personin i cili u arrestua me 9 tetor në ndyshime për spionazh. Sipas Prokurorisë Speciale, Sheholli punonte në urdhrat e zyrtarit të BIA-s Shërbimit Sekret Serb me emrin Bojan Dimić. Detyrat e Shehollit sipas Prokurorisë Speciale ishin grumbullimi i informacioneve dhe shpërndarja e tyre në mediat online në Kosovë. Në dosjen të cilin e ka siguruar Kallxo.com, thuhet se Sheholli ishte në nënhetime nga prokuroria që nga muaji gusht i vitit 2024 dhe për një kohë ai ishte edhe në përgjim fizik. Në vëzhgime direkte sipas dosjes së prokurorisë, është zbuluar edhe një skem ku Sheholli ka pranuar informacione nga BIA të cilat më pas janë publikuar në mediat në Kosovë. Prokurori shkruan se është vërtetuar se me datën 26 shtator 2025, rreth orës 14 sipas udhëzimeve dhe planit operativ të përgatitur nga zyrtari i lartcekur i BIA-s Bojan Dimić, Fatmir Sheholli së bashku me bashkëshortën me veturën e tij të tipit Audi kanë shkuar në Mitrovic të Veriut afër shkollës teknike, kanë takuar një person të panjohur i cili u ka dhënë atyre audio dhe transkript të bisedave të disa zyrtarëve të lartë të Ministrisë për Komunitete dhe Kthim. Prokuroria pretendon se këto imazhe janë nga BIA serbe dhe në to ka mesazhe komprometuese. Gjatë takimit, Prokuroria pretendon se Sheholli pranoi edhe një shumë të hollave si shpërblim për publikimin e tyre. Të dhënat e prokurorisë tregojnë se këto materiale pastaj janë publikuar në media online në Kosovë. Me 7 tetor 2025, Kallxo.com publikoi hulumtimin për dosjen e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, e cila ishte dorëzuar në Prokurorinë Speciale Kahmesi i vitit 2024, teksa përmendej edhe Fatmir Sheholli. Dosja fliste për dyshime se si rreth 2 milion euro të fundit special të AKI-s ishin shpenzuar nga 3 drejtorë të këtij institucioni, Driton Gashi, Shpend Maxhuni dhe Kreshni Gashi, në periudhën kohore 2017-2020, pa ndonjë evidencë për sigurimin apo administrim të ndonjë informacioni. Dosja specifikonte se i shefi i AKI-s Driton Gashi në 9 raste i ka dorëzuar tek Fatmir Sheholli mbi 500.000 euro. Fatmir Sheholli në atë kohë kishte pranuar para edhe nga ish drejtori tjetër i AKI-s, Shpend Maxhuni. Vlera e parave që Maxhuni kishte dorëzuar tek Sheholli në 4 raste llogaritet të jetë 140.000 euro. Në total, nga AKI, Sheholli ka marrë 640.000 euro. Fatmir Sheholli në një bisedë me Kallxo.com kishte pranuar që në atë kohë ka bashkëpunuar me Agjencinë Kosovare të Inteligjencës, por në lidhje me raportin, ai theksoi se nuk është në dieni dhe nuk është ftuar nga Prokuroria Speciale për intervistim.